Sot në këtë ditë feste të festës së Kurban Bajramit gjendemi këtu në Shkodër, pranë xhamisë më të re, xhamisë së Plumbit. Kemi nderin dhe kënaqësinë që sot me neve të kemi dhe të bashkëbisedojmë për këtë festë, për ndërtimin e kësaj xhamie të re dhe restaurimin, të flasim me teologun Arben Halluni. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot me neve dhe gëzuar edhe një herë festën e Kurban Bajramit. Po. Atëherë unë s'par ju falenderoj për vizitën e juaj në këtë xhami, simbol i rihapjes së fesë, por simbol i çdo gjëje që ne mund ta quajmë, edhe pikërisht që përkon edhe me festën e Kurban Bajramit. Unë uroj përzemërsisht të gjithë teleshikuesit, por edhe besimtarët përgjithësi që na dëgjojnë përmes valëve tuaja, gëzuar festën e Kurban Bajramit, që është një festë simbolike në aspekt të sakrifikimit, të heroizmit, të përkushtimit besimtarëve. Dhe kjo lidhet padyshim edhe me një prej shtyllave të Islamit që është haxhi, me haxhileret. Pra ne jemi bashkuar shpirtërisht edhe me lutjet ose ritet e haxhilerëve, të cilët në këto momente janë në vendet e shenjta. Dhe shfrytëzoj rastin që në këtë ditë madhe të marr umetit islam të mbizotëroj jo vetëm simbolika e kësaj feste, por edhe simbolikat e tjera që janë dashuria, harmonia dhe paqja në mesin e njerëzve. Të jemi më afër tyre, sidomos ndaj shtresave që kanë nevojë të varfër, duke shprehur solidaritetin dhe humanizmin përmes ndihmave të ndryshme, në këtë rast përmes kurbanave, i cili është edhe simbolika e kësaj feste të madhe të mbar besimtarëve musliman. Në një ambient kaq të bukur si të gjithë xhamijat tjera, por ne e dimë që kjo xhami tashmë restauruar, është shpallur edhe ndër disa xhamit më të bukura në botë. Na tregoni pak historinë e saj dhe si arritët deri tek punimet për ta bërë kështu siç e keni bërë kaq të bukur. Po, atëherë sigurisht fillimisht duhet dim se qyteti i Shkodrës njihet si nga qytetet që ka një trashëgimi të pasur kulturore dhe historike, dhe në mesin e kësaj trashëgimie janë edhe objektet e kultit që shquhen për karakteristikat e tyre, për siç janë edhe xhamit për shembull. Dhe në mesin e këtij mozaiku kulturash dhe historish dhe trashëgimisë është edhe xhamia Plumit, e cila është monument kulture kategorisë së parë, shpallur nga shteti shqiptar. Dhe xhamia Plumit padyshim për ne është simbolika e rihapjes së besimit fetar në Shqipëri, pra pikërisht me 16 dhjetor 1990, ku pas një perimi mbi 23 vjeçar të ndalimit të fesë nga ai regjim famkeq komunist dhe barbar, u rikthye rihapja e xhamisë së Plumit. Pra në këtë vend ku jemi sot, para rreth 35 viteve, se tani jemi në përvjetorin e 35 viteve të rihapjes së xhamisë së Plumit, janë mbledhur 50.000 besimtarë, jo vetëm të qytetit të Shkodrës, por nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Edhe unë kam qenë prezent në këtë ngjarje të madhe historike me 16 nëntor, bile lidhet pozicionin tim. Atëherë isha i ri, ka dyshim 18 vjeç, edhe ishte një festë e madhe, një manifestim me në krye simbolin e kësaj dite që ishte Hafiz Sabri Koçi, i cili mbajti edhe një fjalim madhështor, duke filluar sigurisht me fjalët e Zotit, por edhe duke i drejtuar të gjithë të pranishmeve, të dashur vëllezër dhe motra katolik, ortodoks dhe musliman, mbi gjitha shqiptar. Dhe këto janë fjalë që unë i mbaj mend shumë mirë, dhe kjo ka treguar atë harmoninë dhe bashkëtesën shekullore që kanë pasur ndër vite dhe që vazhdojnë ta kenë, dhe padyshim do jetë kështu deri në fundin e kësaj jete materiale, fryma e bashkëpunimit, e harmonisë dhe bashkëtesës, sepse atë ditë ka pasur jo vetëm musliman, por ka pasur edhe të besimet e tjera. Ashtu siç kemi qenë edhe ne besimtarët musliman në rihapjen e kulteve të besimit katolik një javë më përpara. Xhamia Plumit ka pasur dhe problemet e saj, sepse
kur është rihap, ajo është rihap me shumë probleme, ka pasur edhe përmytje her pas here dhe Mjeftinia Shkodër vazhdimisht ka kërkuar nga qeveria shqiptare që të ndërhyet për ta shpëtuar këtë monument të kulturës si simbolik kryesore ose mund ta quajmë si çabja jon e madhnueshme në qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm. Dhe erdhi dita që qeveria turke me në krye shkërqësinë e tij, presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, të cilin duhet ta falenderojmë përzemërsisht me mirënjohje, por edhe qeveria shqiptare, ndërmoren para një viti e ca në rehabilitimin dhe rikonstruktimin e xhamisë së Plumit me një vlerë rreth 6 milion euro e diçka më shumë. Dhe tani xhamia e Plumit pas kësaj ndërhyrje të madhe dhe ndërtimit edhe të minarës, se nuk ka pasur minare, është ndërtuar edhe minarja dhe ka pasur ndërhyrje edhe në brendësi në mjediset e brendshme. Tani ajo ka marrë, domethënë, pamjen një bukuroshe dhe me datën 8 maj u bë edhe ajo ceremonia protokollare zyrtare nga Turqia dhe u vendos xhamia e Plumit në 100 xhami në atë ditë që janë inauguru, u vendos në 4 xhamit që u bë ajo përorimi zyrtar dhe që u bë një lidhje direkte pikërisht me prezencën e presidentit Erdogan dhe më pas kanë vazhduar edhe për disa ditë punimet dhe para pak ditëve, me 30 maj, u bë dhe hapja zyrtare solemne e riteve fetare me faljen e xumas së parë, drejtuar nga Muftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sitari, ku ishte një ditë shumë e madhe dhe ne nuk e prishim faktikisht, por ishte tejmushur me besimtarë të moshave të ndryshëm, por jo vetëm nga qyteti i Shkodrës, por edhe nga viset e tjera nga Ulqini, kemi pasur vëllezër besimtarë dhe motra, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Evropa, Zvicra, Gjermania dhe u tejmush xhamia dhe qenji si një bajram mund ta quaj para bajramit që jemi sot. Me që na treguat që historinë e kësaj xhamie të Plumbit, si erdhi deri tek restaurimi dhe na treguat që ishte plot e përplot edhe kur u bë hapja e saj. Sa është rinia shqiptare, rinia e këtyre viseve këtu në rrugën e Zotit dhe janë të interesuar, nëse mund të them kështu, edhe për fenë dhe si e shihni ju? Po, pyetja s'ka dyshim shumë e rëndësishme, shumë e vend. Xhamia e Plumit, siç edhe dihet historia e hershme që është se ka edhe kjo rëndësinë e vet, se i tërheq ka shumë njerëzit në këtë vend të bekuar, që ne quajmë pra si çabja e vogël, sepse ka një histori të lashtë qysh në ndërtimin e saj nga Mehmet Pash Plaku në vitin 1777 diçka të tillë, dhe që është edhe themeluesi i familjes së madhe të Boshatlive. Dhe pikërisht për këtë ka marrë një vëmendje të veçantë nga të gjithë besimtarët e moshave të ndryshme, por sidomos nga rinia. Dhe në atë ditë kur u bë dhe hapja ose falja parë xumas, pat një prezencë më të madhe të rinisë. Dhe kjo është padyshim një tregues i mirë që ne na jep më tepër atë gëzim dhe harej për të vërshuar drejt përmirësimit të jetës fetare në qytetin e Shkodrës, për të gjinur sa më afër atyre, dhe besoj ky vend do jetë edhe një atraksion rinor për zhvillimin e shumë aktiviteteve, se nuk do jetë vetëm objekt kulti fetar, por do jetë edhe për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme arsimore, kulturore, mramje fetare, pra një atraksion jo vetëm fetar, shpirtëror, por edhe turistik që vizitohet edhe që ka filluar tashmë të vizitohet shumë nga jo vetëm të qytetit tonë, të viseve tona, por edhe nga të huajt, të cilët kur vizitojnë kalan e Shkodrës, vizitojnë edhe vetë xhamin e Plumit për vetë formën e saj, stilin, karakteristikën ose arkitekturën e saj osmane, është shumë tërheqëse. Dhe kjo është edhe, mund ta quaj edhe një dëshmi asaj epoke të artë urbane që ka pasur Shkodra para shumë shekujve. Pra një xhami e tillë tregon edhe për zhvillimin kulturor dhe qytetar të Shkodrës në kohët e hershme. Edhe padyshim me rinin është shumë e rëndësishme të punohet dhe të veprohet. Mjeftinia Shkodrës her pas here zhvillon aktivitete të ndryshme për t'i afritur ata
edhe për të mos u larguar nga jeta shpirtërore dhe për mos me shku në ato vende që e prishin moralin ose etikën. Ne kemi edhe një problem tjetër që besoj është një fenomen që edhe ju e voni si është ndoshta një smunje e Ballkanit, edhe kjo emigrimi ose ikja, largimi i të rive, edhe ne her pas here i bëjmë thirrje që të mos largohen. Vendi jon, Shkodra, sidomos do ta pranojmë, është një vend që ka bekuar Zoti, pikërisht me 2 lume që kemi këtu afër, Kirin dhe Trini që bashkohet pastaj me Bunën, dhe të trija bashkë vazhdojnë rrugtimin e tyre ujëror dhe bashkohen me detin që është shumë afër. Liçeni po ashtu e kemi shumë afër, Alpet, pozita gjeografike, relievi, një vend i mrekullueshëm që edhe të ujtë e vlerësojnë maksimalisht. Prandaj edhe thirrja jeme edhe ndaj rinisë është që të veprojmë dhe jetojnë ndonse ka dhe vështirësi jetesa, por ta shfrytëzojnë të mirën e Zotit, sepse ne na beku pikërisht me qytetin tonë Shkodrës, por jo vetëm, edhe me ulësimin parë. Kjo bëhen pa rezistuar kështu dhe kjo krijon edhe freski, vers edhe nxehtësi dimit. Pra i ka të dyja ato kondicionimet. Kjo është nga veçantë që ka për xhamin. Edhe dritarja thashë njëta, në ato hekra nuk ka shkruajtur, pse janë ly. Por kanë vetë një shoqë, duket bën edhe disa të dëmtuara, por ala në shumë. Këtu thjesht të bani lyrje me bojnë nxehtës. Kjo është pjesa e rahlet quhet kjo, e që vendoset Kurani, lexohet. Shërben edhe për kurse për mejtepe fetare. Pra Kurani famlar. Dhe këto librat e Kuranit i kemi në disa gjuhë. Përveç gjuhën shqipe për kthyer, edhe turqisht, anglisht, gjermanisht. Kemi pru të kohët e fundit. Atë këto jemi të minberi, që është minberi i hutbes, pra i predikimit të xumas, që mban hutbe muftiu, mban hutbe imamit ose ose hoxha e xhamis. Edhe kjo shërben vetëm për ditën e xumat. Ndërsa tek pjesa tjetër, quhet qyrsh, është ku mbahet dersi ose ligjërata e fare, koptes nga imami ose hoxha, të tregojnë para hutbes, para predikimit të xumas, ku to mund ta marrë matja, për shembull ta fillojë matja edhe historia e së çështjes para elitit të falë të xumas. Për ata njerëz që janë të lirshëm që kanë kohë për të dëgjuar, sepse hutbeja ose predikimi i xumas nuk marr shumë më tepër se 90 minuta. Kurse këto është më i lirshëm edhe vetë hoxha, imami, për të trajtuar tema të ndryshme specifike të kohës ose të tjera. Ndërsa në pjesën tjetër të sipërme, vendi i grave motra muslimane që kryejnë ato namazet ditore, por edhe në ditën e xumat, quhet mafil në të nami grave. E së halekot, pra para hyrjes së xhamisë së Plumit,
Po edhe këtu mund të falen besimtarët, sidomos në ditën e Gjuma kur mbushet pjesa musalla kryesore, edhe këtu mund të falen gjatë ditëve të Gjumas, por këtu mund të shërbejnë edhe për mysafirët. Nëse nuk arrin në kohën në vaktin e ditës, një prej vakte për të falur për shembull misditën, kiçinin akshami prej 5 vakteve, atëherë mund ta falin këtu në Safavek domethënë. Dhe këtu kemi edhe 2 ato mihravet të drejtimin e kibles, ose ka më shumë se 1 mund të falen edhe me xhamat, pra namazin e një prej namazëve të ditës, që i përmendëm më së miri. Po. Që edhe sot jemi në festën e Kurban Bajramit. Shkodra dhe Ulqini gjithmonë kanë pas një lidhshmëri dhe traditat pothuajse shumicën të njëjta. Si po festohet sot festa e Kurban Bajramit në Shkodër? Po, ju e cekët vetë Ulqini Shkodër vlla motër, apo jo, është një shprehje popullore dhe kjo tregon afërsinë që kanë pasur dhe që shpresoj ta kenë vazhdimsi këtë afërmitet jo vetëm kulturor, jo vetëm shpirtëror, por edhe familjar, dihet tashmë, ku kemi shumë ulqinak në Shkodër, por kemi edhe shumë shkodran në Ulqin dhe jo vetëm, por ka edhe shkëmbime kështu miqësore. Tradita pothuajse është e njëjtë e festimit të Kurban Bajramit, që është një prej festave më të rëndësishme të besimit islam që vjen pas festës së madhe të Fitr Bajramit. Dhe këto janë festet e besimtarëve musliman që duhet i kushtohen. Pra nëse kemi festën e Fitr Bajramit, që është festa e mbarimit të një prej obligimeve që është agjërimi i Ramazanit, tani kemi si e quhni ju edhe ne Haxhi Bajrami, apo jo. Kështu që edhe kjo ka një specifik të veçantë, sepse lidhet pikërisht me kushtin e 5 të haxhit, që është një vizitë në tokat në vendet e shenjta, por edhe tek njerëzit e shenjt, pra në Mekë dhe Medinë, ku ne kemi këtë herë Shkodra ka përcjellur para pak ditëve 103 haxhiler, dhe ky është një numër rekord deri tani për Miftinë e Shkodrës, të cilët janë bashkuar mbi 2 milion besimtarëve të ndryshëm nga anë kanë bota, por kemi edhe nga Ulqini, padyshim që ne kemi përcjell nga Malizi pra në përgjithësi. Dhe kjo na gëzon pa mas, aty shohim jo vetëm moshat të treta, por shohim edhe të rinj që kanë shkuar për të kryer ritualin e haxhit, që është vizita, nuk them ndër vizitat më të bukura të jetës, por vizita më e bukur e jetës së njeriu, nga se nisur nga vetë ato shtytjet fetare, siç janë edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, pra mjafton që një herë në jetë të bëj njeriu haxhin, brenda mundësive, kuptohet, duke plotësuar kushtet fizike, financiare, mendore e tjerë që janë të përmendura në legjislaturën tonë islame. Pra haxhi është shumë i rëndësishëm dhe lidhet pra me kurbanin, pra kurbani është simbolika e haxhit që lidhet me historinë me Hazreti Ibrahimin alayhis salam, tregon atë sakrificën për kushtimin, pra edhe heroizmin, dhe ne njehim të njëjtën traditë, Shkodra, gjithë bota padyshim, edhe prerjen e kurbanit me mundësive, duke shpërndar njerëzve të cilët kanë nevojë, pra siç edhe dihet është sugjeruar që ndahet në 3 pjesë, një pjesë mund ta marrësh për vete si familje për ta shijuar këtë simbolik, por një pjesë ja shpërndan miqve, dashamirësve,
por edhe një pjesë të varfërve, që ose danë komplet, është edhe ma mirë dhe ma pëlqyer, s'ka dyshim. Përveç saj, një simbolike për bashkët, ndonë se është pak e venitur kjo shkëmbimi vizitave fizike, që ka humor fatkeqësisht vitet e fundit, është zëvendësuar me këto platformat digjitale ose elektronike ose këto që kemi në përduar, edhe mjaftojnë vetëm me një shkëmbim, me një mesazh, por unë mendoj se mira është që vizitat zhvillohen ashtu siç kemi pasur traditë, shkojmë në Shkodër vizitat? Në shtëpia. Ka vizita, por jo në atë masë që kanë pasur më përpara, viteve më përpara. Kështu që ne themi dhe këshillojmë, domethënë përgjithësi qytetarët, besimtarët kryesisht, që vizitat të bëhen nëpër shtëpia. Qose nuk ka mundësia nëpër shtëpia, por edhe në mjediset e tjera, por ka rëndësi takimi me njëri tjetrin për të shkëmbyer urimet, për të afruar njëri tjetrin më shumë, ndonse përpara ke qenë i larguar për shkaqe të ndryshme, qose ke pas ndoshta ndonjë hatërmetje ose prishaqefje ose ndonjë mosmarrëveshje ose konflikt, është rasti i volishëm për të falur njëri tjetrin, për të shtrirë dorën e pajtimit, të vllazërisë në mesin e të gjithë. Pra, këto janë momente shumë reflektuese për ne, për të qenë më afër me Zotin, sepse Zoti na i ka sjellë këtë ditë për të qenë më afër Tij përmes këtyre veprimeve që kërkojnë atë pak iniciativë, pra atë vendosmëri, por ka shumë shpërblime dhe sevape ai që ka mirësinë dhe rrezikun për ta pasur një gjallë të tillë. Gëzuar edhe njëherë festën e Kurban Bajramit, faleminderit edhe njëherë që zgjodhët në këtë ditë feste, të jeni sot me neve për ekranin e televizionit Teuta dhe për të gjithë ato shikuesin nga Ulqini e diaspora që na ndjekin. Faleminderit edhe njëherë dhe gëzuar. Po, edhe unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, për vizitën, për këtë iniciativë që keni ndërmarrë, për këtë vlerësim, mund ta quajmë kështu, respekt edhe ndaj institucionit, por edhe ndaj xhamisë, ndaj kësaj dite edhe të madhnueshme, ku në emër të Meftenisë shpreh urimet më të përzemërta, duke uruar një ditë të bukur, plot dashuri, plot hare dhe harmoni në mesin e njerëzve, jo vetëm brenda llojit, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim, gëzuar dhe për shumë jetë, sikurse lutemi dhe lutja jonë është vazhdueshme, sidomos edhe për ato vende ku ka luftra, ka përgjakje, ka barbarizëm të padrejtë, tragjedina ose gjenocid, si në linjën e mesme, si edhe në Ukrainë. Urojmë që të vendoset paqja, drejtësia dhe barazia në mesin e të gjithë njerëzve. Edhe njëherë urime dhe gëzuar dhe përshëndetje festën e madhe të Kurban Bajramit. Shikues të radio televizionit Teuta, ne në këtë ditë feste të Kurban Bajramit ishim tek xhamia më e re në Shkodër, tek xhamia e Plumbit. Ne nga Shkodra e bukur ju urojmë edhe njëherë gëzuar festën e Kurban Bajramit.